Aktivistja Evi Kokalari ka shpërthyer në akuza ndaj mënyrës se si Partia Demokratike ka përzgjedhur deputetët që do të përfaqësojnë opozitën në kuvend, duke vënë në shënjestër kandidaturën e Erisa Xhixhos edhe duke kërkuar përjashtimin e saj nga lista e mbyllur. Kush dreqin është Erisa Xhixho? Hiqeni urgjentisht nga lista dhe fusni Ilir Ali Mehmetin që ka marrë mira vota nga qytetarët, shkruan Kokalari në një status që ka bërë jehon në rrjetet sociale. Ajo thekson se Jorida Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti janë dy nga emrat që kanë marrë besimin masiv të votuesve demokrat në Tiranë, ndërsa figura të tjera janë futur në kuvend pas një bazë popullore. Ali Mehmeti ka marrë 13.139 vota preferenciale, më shumë se shumë deputet të konfirmuar, por ka mbetur jashtë për shkak të renditjes në listën e mbyllur të Partisë Demokratike. Vet Kokalari, edhe pse nuk e kursen kritikën për pazaret e tij me Berishën pas tërheqjes nga primaret për Bashkinë e Tiranës, insiston se qytetarët kanë folur me votë, edhe vota duhet të ketë fuqi reale për të çuar njerëzit në kuvend. Tabaku dhe Ali Mehmeti e meritojnë të jenë në parlament. Nuk mund të shpërfillet më vullneti zgjedhësve në emër të marrëveshjeve të mbyllura politike, përfundon reagimin e saj Evi Kokalari.